Përshëndetje njerëz, mirë se erdhët në vlogin e ri dhe kanalin Adi Tesla. Sot thash t'ju kallëzoj pak për L17, se çka do me thonë nëse e keni pa këtu. Që ku e kam këtu shenjen, po edhe për mas. Ausbildungsfahrt. E kom qitë këtu, se këtu në gjam nuk shifët. E këto për jashtë shifët, se dohet më dokë. Prit e mrena dhe ju kallëzoj. Opa! Nuk e di njerëz, e dini se çka do me thonë kjo L17. Unë jam që 26 vjet në Austri. Sa herë kum pa L17 edhe L ka, po kur nuk më ka interesu edhe nuk e kum ditë se çka është. E di se diçka ushtrime me vozit, po thellësisht nuk e kum ditë se çka është. Derisa ç'tash djali pe ban çto. Tani u informova, e thash t'ju kallëzoj edhe juve se nashta e keni pa se kohën e fundit është e ngjit me te une në Tesla që kjo shenjë. Kjo do me thonë, në perëndim, ma merr menja se në secilin shtet është, në Kosovë edhe në vendet tona, Maqedoni, Shqipni, nuk e di. Nështë ka, nëse ka, t'lut na shkrumni në koment për misomni edhe tregoni se çka funksionon. Po këtu është kështu. Do me thonë kush don prej fëmijëve me ba lejen para se mi mush 18 vjet, ka drejt, do me thonë pin 16 vjet, ka drejt me hi për me marrë patent shoferin. Mirë po, do me thonë kursin edhe orët e vozitjes mundet mi ba, po provimin hala jo. Provimin në teste po me dalë me vozit edhe me marrë lejen jo derisa ti mush 17 vjet. Kështu që Eli është për ato mat vjetrit, po vite Eli, po që kjo L17 është për mat rit, do me thonë ato që i kam bërë 16 vjet, ato mujnë me fillu me mësimet ose me marrë patent shoferin, do me thonë e bajnë kursin, e bajnë pagesën, shkojnë kurs, i kanë, me ju rejtë që tash po ju tregoj e shifni në atë kartelën që e ka djali, se sa orë duhet mi ba, po më do këtë janë dikon 6 orë duplo, do me thonë 2 fishe, 2 ka 45 minuta, vozit me instruktor, me atë që e mëson me vozit, edhe masi ti kryn vozitjet, do me thonë në atë vozitjen e fundit, kam drejt une me shoqëru djalin me instruktorin e vozitjes, edhe me pa, aj me më tregu mu se qysh duhet me vozit djali, ose ku duhet une mu kujdes, ose me përmisu djalin, ose me mbikëqyr. Vozit edhe une, 2 orë kom nejt edhe une për mas, e kom këshirë se qysh, shka është me rëndësi gjatë vozitjes, për normal, unë për veti di, po për me i tregu dikujna tjetër, edhe mas asaj ore, o dasht me ba një lutje në Ministrinë e Mrenshme për me ma dhanë një leje që mundet djali me vozit në prezencën teme. Ajo vonoj dikur 1 javë, mas 1 jave e morëm atë vërtetimin edhe prej atëherë vozit djali në prezencën vetëm teme se shkruan emni i jem aty. Do me thonë, atë dokumentin duhet me pasu në saher me veti, që kur të na nalë policia, mi tregu se ky është L17 të vozit, edhe une jam prindi, edhe jam i shënum aty në atë vërtetimin që ka drejt me vozit. Prej ati momenti duhet mi ba 3000 km me mu. Për me mujt me marë lejen mandej, do me thonë, me marë patent shoferin komplet. Në ndërkohë, a i ka mësu, i ka dhonë testet, edhe qëtash jemi vetëm të vozit, deri në këtë moment i kemi bon 1500 km,
edhe 1500 km na mungon, edhe atëherë ka drejt me hi në testet e vozitjes, do me thonë në vozhnje, edhe me dhanë me marë patent shoferin. Para se mi ba 3000 km, jo. Shka është edhe një pik kryesore që nuk ba me harru është se mas gjdo 1000 km do të me ba edhe një orë 2 fishe, do me thonë 2 orë me instruktor, edhe unë mu kanë aty që a instruktori me pa se apo vozit mirë, a jo, mi dhanë edhe ideja tjera, gabime ku ban, ku s'ban mi tregu. Për shembull, se na e banum qëtash kur i banin 1000 km, e banum atë vozitjen e parë me instruktor, voziti djali shumë mirë, po i tha ma shumë me pamjen, me lëvizjen e krys, me punu. Në përkthesa, kur të kalon prej një kursien tjetrën, do të ma shumë me punu me kryn. Do me thonë, jo, nuk mjafton, ose nuk e sheh komisioni, nuk e shef për mas, se ky apo këshyr me sy, do me thonë, do të për një me lëviz kryt me këshyr kështu, ose kështu. Në ketë bat fjallë edhe për këtë këndin që i vdekur, atë që thojnë, që nuk shifet. Do me thonë, gjdo këthes, gjdo ndrim lentës, do të me lëviz kokën mirë, që me pa i komisionit se ti je të këshirë. Qëto i tha me përmisu, edhe non-stop që aty mi pas mend, non-stop, se tha, nëse 2-3 herë nuk e ban, atër edhe haron edhe në provim, haron me lëviz me kokën. Me këshirë do me thonë edhe pasqyret. Po edhe pasqyret, shumë me rëndësi, këtë pasqyre, nalt kur të këshirësh edhe aty kryt me lujt, qaja. Stash do të me punun që ato, 1500 i kemi ba, edhe mas 500 do të edhe orën e dytë, edhe një kontrol, kur t'i ban 3000 kontrolën e tretë, edhe atëherë mundet me hin në provim. Do me thonë, në atë kontrolën e tretë, mundet me thonë, okej, ki nevoj edhe 1 ose 2 orë mi ba me instruktor, ose jo, ose je gati për me hin provim. Gjithë kjo pak e komplikume, po për mu, une e shoh shumë të mirë këtë sen, se sa një 18 vjeqar me hi për 2 muj me marrë lejen, edhe me janizaj me vozit. Pak une vetë e di se kur ja kum fillu me vozit, e ku marrë lejen, edhe pse e ku marrë lejen vonë, me 28 vjet, e ku marrë lejen shpejt, po kur kum dalë të parën herë me kerë vetë, as nuk di ka me shku, as shumë trishtim është, je i ngarkum psikikisht. Edhe sidomos po foli për në qytetet mëdhaja, me sikur këtu për shembull në Vjenë, se në për fshatna ose ku ka ma pak popullsi, normal që është ma let. Po ku ki ti tramvaja, autobusa, gjdo 2 minuta, 3-4 lenta, nuk e di janë majta në djathë, edhe për shembull duhesh me lakun në djathë, po nuk jenë të majtë. Qysh me dal, mi kalu 3 lenta me dal në këtë djathë, nuk është sikur të na hajtë se më lëshon ky për mas. Jo, nuk më lëshon aj për mas. Po, janë pak idiotan kur janë fjallën për me vëzit. Po, për që ata, për mu, unë e thash super, ani pse edhe i vanon leja që thash, gati 1 vjet shkon, se ti 3000 km dush me i ba, nuk ka pak. Edhe, s'ti kontrolon kërkush, që na e kena edhe atë librën se do të mi shkrujt kilometrat, prej ku deri ku ke vozit, sa kilometra. E kemi atë fletorën, po ato s'ti kontrolon kërkush, po ajo është për veti. Do me thonë, masi ti ban djali 3000 km vozit me mu, unë i tregoj krejt ku e ka gabime, qysh tek përmisohet, atëherë mas ta merr lejen, mos ka problem.
Që ajo këtë pojenta, te lëja që thash, është për pak ma të vjetrit, që dojnë me bo me lë, ato i kanë të nevojshme vetëm 1000 km. Do me thonë mas 1000 km-ve e kanë tani provim provën e parë me instruktor, edhe mandej mundën me hi me marrë lejen. L17 janë 3000 km. Që ajo ke. Që do deshta me ju kallëzu, si që ju kom premtu në kanalin e ri, informacione, pytni në komentare, çka t'ju intereson rreth kerrit, rreth gjana familjare, fmisen, do të mundona t'ju spjegoj në këtë rast. Thash vet, nuk kom pas në pyetje, po vet më ka interesu, ose nuk më ka interesu për para shka L17, deri sa vet më ka vit. Edhe po. E sa shpak, jemi qëto, ka ardhur djalin futboll, mas futbollit, se edhe voziti deri këtu, e mas futbollit, kthehemi në shtëpi, edhe kismet vozitaj tani vet edhe e shefni pak. Se qysh i përtasën. Qysh i bajalo ma shumë shtres se sa ka vet. Okej, hajde njerëz. Tash veç t'ju përkujtoj, nëse nuk e keni ba like, shtypni që tash aty, bëne like, edhe subscribe nëse nuk e keni ba, bëne edhe subscribe që me mujt mi pa dhe video tjera që i bajna për ju. Faleminderit.